Përshëndetje shpati për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Unë momentalisht gjendem në vendin e ngjarjes, ku dje lagja siç njihet në kryeqytet 4 Lullat, më saktësisht rruga Rustem Hyseini, pa një tragjedi ku mbeti vrarë Naser Gashi, 62 vjeçar, dhe Miftar Miftari, i plagosur në fakt që gjendet në qendrën klinike universitare të Kosovës, e që mjekët aty deklaruan që Miftari është në gjendje stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Ky është vendi ku ka ndodhur e gjithë ngjarja, ku mbeti i vdekur zotëri Gashi për shkak të plagëve të marra, ku thuhet se ai ka pasur plagë nga të shtonat marrë në zjarre, po ashtu edhe therrje me tik. Lajmi është bërë fillimisht i ditur nga policia e Kosovës, ku rreth orës 22:30 kanë pranuar informatën për të shtëna më arë në rrugën Rustem Hyseini në Prishtinë, ku dyshohet se janë lënduar 2 persona, e përpas është konfirmuar edhe vdekja e zotrit Gashi. Nga informacionet e marra deri tash thuhet se disa nga dëshmitarët thuhet se ka ndodhur gabimisht gjithë ngjarja, po disa të tjerë nuk kanë idenë se çfarë ka ndodhur këtu ani pse jetojnë pikërisht në këtë rrethinë. Edhe nga prokuroria nuk ka disa të dhëna tjera, as nuk dihet edhe motive për çfarë ka ndodhur e gjithë ngjarja, po vetëm se po shihet shiritje dhe po shihet vendi se ku ka ndodhur e gjithë kjo. Si dyshuar për këtë vrasje dhe për plagosjen e zotit Miftari është Alban Gashi, ku në bazë të dhënave që janë shfaqur në media ai ka dhe të kaluar kriminale, por që akoma nuk është lokalizuar nga policia e Kosovës. Këto janë disa nga të dhënat që i kemi ne si Klan Kosova, po të tjerat do të mundohem të sjellim përmes ekraneve tona tek shikuesit në lajmet shëndrore. Irsala, të faleminderit shumë për gjitha këto detaje që dhe për ne dhe për shikuesit.